Artica atë bukrën kar, me fuqine kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin Kombi Ynë do flasim për një historian të njohur francez, një mik të shqiptarëve, Albert Musset, për librin e tij Shqipëria përballë Evropës nga viti 1912 deri në vitin 1929. Historiani francez Albert Musset zë një vend të veçantë dhe studiuesit evropian që u kushtuan historisë së Shqipërisë në periudhën më të ndërlikuar të formimit të shtetit modern shqiptar. I diplomuar në shkollën kombëtare të dokumentave pranë Universitetit të Parisit në Sorbonne. Ai ndërtoi një karrierë të spikatur si historian, diplomat dhe studiues i çështjeve evropiane. Gjatë jetës së tij, shërbeu si docent në shkollën e studimeve të larta hispanike, atashe pranë ambasadës franceze në Madrid, drejtori i agjencisë telegrafike franceze në Beograd dhe sekretari i Komisionit për Historinë e Parisit. Në vitin 1955 u nderua me çmimin e madh të historisë Akademisë Franceze, një nga vlerësimet më prestigjioze në botën akademike franceze. Musset nuk ishte vetëm studiues kabineti, ai ishte një njohës i drejt për drejt i zhvillimeve politike në Ballkan dhe një dëshmitar i epokës që përshkruan. Pikërisht, ky fakt i jep veprës së tij një rëndësi të veçantë pasi analiza e ngjarjeve nuk ndërtohet vetëm mbi dokumente arkivore, por dhe mbi përvojën personale të një diplomati që ndoqi nga afër zhvillimet e Evropës juglindore. Vepra Shqipëria përballë Evropës 1912-1929 përveçon një nga studimet më serioze të një autori perëndimor mbi Shqipërinë e viteve të para të pavarësisë. Libri nuk kufizohet në rrëfimin kronologjik të ngjarjeve, po përpiqet të shpjegojë mekanizmat politik, diplomatik dhe shoqëror që ndikuan në mbijetesën dhe konsolidimin e shtetit shqiptar. Një nga meritat kryesore të Musset's është aftësia për të ruajtur ekuilibrin ndërmjet historisë së brendshme shqiptare dhe zhvillimeve ndërkombëtare. Ai argumenton se historia e Shqipërisë nuk mund të kuptohet e shkëputur nga politika e fuqive të mëdha dhe nga rivalitetet ballkanike. Për këtë arsye, ai e sheh shtetin shqiptar si një pjesë të pandashme të diplomacisë evropiane të fillim shekullit të 20. Monografia është ndërtuar mbi 8 pjesë të organizuar në mënyrë logjike dhe kronologjike. Për pjesën e parë autori analizon gjendjen e Shqipërisë në prag të shpalljes pavarësisë. Ai ndalet tek pasojat e Kongresit të Berlinit të vitit 1878, i cili copsoi territoret shqiptare duke u kaluar shteteve fqinje. Mëtej shqyrton vendimet e konferencës ambasadorëve të Londrës, të cilat përcaktuan kufitë e shtetit të ri shqiptar. Sipas Musset, këto vendime nuk kënaqen askënd, shtetet ballkanike mbeten të pakënaqura për shkak pretendimeve të tyre territoriale, ndërsa Shqipëria humbi një pjesë të konsiderueshme të trojve të saj historike. Autori përshkruan me hollësi krizën e viteve të para të shtetit shqiptar, rrëzimin e qeverisë së Ismail Qemalit dhe shpërtimin e luftës së parë botërore, dhe pushtimin e territorit shqiptar nga ushtritë e huaja. Ai kushton vëmendje edhe traktatit të fshehtë të Londrës të vitit 1915, të cilin e konsideron një nga aktet diplomatike që rrezikuan seriozisht ekzistencën e vendit tonë. Në pjesën kushtuar konferencës së paqes në Paris, Musset mbron idenë se Shqipëria ishte ndër vendet që meritonte më shumë mbështetje nga bashkësia ndërkombëtare. Ai analizoi qëndrimet e presidentit amerikan Woodrow Wilson dhe rolin që parimet e vetëvendosjes luajtën në mbrojtjen e ekzistencës së shtetit shqiptar. Njëkohësisht nuk heziton të kritikojë politikën e disa fuqive evropiane të cilat shpesh i trajtuan interesat e shqiptarëve si pjesë të pazarëve diplomatike. Një kapitull me interes të veçantë trajton marrëdhëniet e Shqipërisë me lidhjen e kombeve. Musset argumenton se Shqipëria kishte nevojë për garanci ndërkombëtare më shumë se çdo shtet tjetër i ri evropian. Megjithatë, ai vëren se mungesa e besimit reciprok ndërmjet institucioneve shqiptare dhe organizatës ndërkombëtare pengoi ndërtimin e një bashkëpunimi të qëndrueshëm. Autori analizon me kujdes dhe zhvillimin e jetës parlamentare shqiptare gjatë viteve të para të shtetit. Ai përshkruan përplasjet politike, funksionimin e asamblesë dhe vështirësitë e krijimit të institucioneve demokratike në një vend që sapo kishte dalë në një periudhë gjatë sundimit osman dhe nga pasojat e luftave ballkanike. Një pjesë e rëndësishme e librit i kushtohet figurës Ahmet Zogut. Musset përpiqet ta mbajë një qëndrim objektiv ndaj tij. Ai pranon se Zogu ishte figura që i dha Shqipërisë stabilitet institucional
dhe hodhi themelet e administratës moderne. Në të njëjtën kohë, ai analizon me realizëm varësinë gjithnjë më të madhe ekonomike dhe politike nga Italia, duke konsideruar atë një zhvillim që kufizonte pavarësinë reale të shtetit. Sipas autorit, Italia investoi në Shqipëri jo për motive filantropike, po për interesa strategjike në Adriatik dhe në Ballkan. Ai e interpreton afrimin italo-shqiptar si pjesë e politikës ekspansioniste italiane, duke paremëruar se kjo varësi mund të kishte pasoja afatgjata për sovranitetin e vendit. Një dimension tjetër me rëndësi është analiza e shpalljes së mbretërisë shqiptare. Mose përshkruan ndryshimet kushtetuese që i dhan Ahmet Zogut kompetencat të gjëra si mbret i shqiptarëve. Ky libër nuk mbetet vetëm në rrafshin politik, kapitulli përfundimtar trajton jetën fetare në Shqipëri dhe karakterin e bashkëjetesës ndërmjet komuniteteve. Mose arrin në përfundim se toleranca fetare përbën një nga tiparet më dalluese të shoqërisë shqiptare. Sipas tij, konfliktet politike që kanë tronditur vendin nuk kanë pasur në thelb shkaqe fetare, por janë përdorur her pas here si justifikim për interesa të tjera politike. Një nga cilësitë më të spikatora të kësaj monografie është metodologjia e autorit. Ai mbështetet në dokumentacion të gjerë diplomatik, burime historike dhe analiza krahasuese, duke shmangur përgjithësimet ideologjike. Gjua është e qartë, argumentimi i kujdesshëm dhe rrëfimi historik kruan vazhdimisht lidhjen midis ngjarjeve shqiptare dhe zhvillimeve europiane. Dhe prej disa prej këtyre gjykimeve të Muset mund të diskutohet edhe në dritën e kërkimeve bashkëkohore. Ai profeson një dëshmi të rrallë të mënyrës se si një historian dhe diplomat francez i periudhës mes dy luftrave e shihte Shqipërinë, sfidat e saj dhe marrëdhëniet me Evropën. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Kombi Ynë. Mirë takofshim në emisionet të tjera. Partikat vlemat bukrën kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.